Është vënë në funksion infoqendra në qendër të Tetovës. Kjo infoqendër ka për qëllim që të jetë në shërbim të turistëve të cilët vizitojnë disa pika turistike në Tetovë, ku do të mund të merren edhe informacione nga turistët për këto vende dhe njëkohësisht të orientohen që më lehtë të kenë qëndrimin në Tetovë dhe jo vetëm. Lëshimi në përdorim i infoqendrës është bërë nga kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili tha se me këtë rast Tetova bëhet pjesë e hartës të qyteteve turistike evropiane. Turistët që vizitojnë Tetovën do të mund të marrin informata për gjitha pikat turistike në qytet, por edhe në zonën përreth, më konkretisht në Malin Sharr dhe qendrën turistike të Kodrës së Diellit. Kjo qendër do të jetë e hapur nga ora 8 deri në orën 6 fillimisht, pastaj sipas nevojës do të shohim edhe mundësinë që të punoj edhe me orar më të zgjatur. Do të ketë materiale promovuese për Tetovën dhe për gjitha kapacitetet hotelierike, restoranet. Gjithashtu do të mund të promovohen edhe produktet artizanale të Tetovës, do të mund të gjithashtu të promovohen edhe piktura, fotografi me motive të Tetovës që nënkuptojnë promovimin e peizazheve dhe bukurive të Tetovës dhe të Malit Sharr. Pra bëhet fjalë për një qendër që do të jetë një pikë informimi për gjithë turistët cilët e vizitojnë Tetovën, me shka vlerësojmë që do të kontribuojmë në rritjen e vizitorëve në komunën e Tetovës, në rritjen e turistëve në komunën e Tetovës. Në ndërkohë, dy vende tjera që duhet të jenë në hartën e promovimit për turistët, respektivisht Kalaja e Tetovës dhe Arabati Babateqe, që ende nuk i kanë të zgjedhura kontestet pronësore juridike. Lidhur me mundësinë që në të ardhmen këto dy vende të jenë më atraktive për vizitor, është pyetur kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili tha se nëse zgjidhen këto konteste, pushteti lokal është i gatshëm të investojë. Sigurisht që janë dy pika të rëndësishme historike dhe për vizitorët paraqesin një atrakcion, por që të dy pika turistike për momentin do kisha thënë kanë konteste pronësore juridike, të cilat pamundësojnë që ne si komunë të interesohemi për të siguruar edhe mundësi restaurimi. Jemi në komunikim me institucionet që të zgjidhet ky problem dhe që Komuna e Tetovës të promovojë më shumë këto dy pika turistike për turistët. Ndryshe, në infoqendrën për turistë në Tetovë do të ketë edhe të punësuar të cilët do t'japin informacione shtesë për të gjithë turistët që vinë për të vizituar ato pak vende atraktive që janë për momentin në këtë rajon. Kjo pikë informuese ishte vendosur edhe disa vite më parë në një vend tjetër, ndërsa më pas është dislokuar në qendër të Tetovës.